Shqipëria do të përballet sot me Serbinë në ndeshjen e vlefshme për kualifikueset e Kupës së Botës dhe sytë e gjithë shqiptarëve do të jenë në stadiumin e Leskovacit, me shpresën se kuqezin do të marrin 3 pikët, të cilat do të na çonin me shumë gjas në një vend në play-off të Kupës së Botës 2026. Tifozët shqiptar nuk janë të lejuar në këtë stadium, ndërkohë që muaj më parë bëri bujë në media një deklaratë e modeles Juliana Nura, e cila deklaroi në një emision televiziv se në këtë ditë ajo do të ishte në stadium, madje edhe me flamurin e UÇK-s. Unë do të jem në ndeshjen ndaj Serbisë me flamurin e UÇK-s. Kam pasaportën finlandeze, nuk më ngucin mua se i kam njerëzit atje, u shpreh modelja. Mirë po sot mediat në Kosovë kanë nxjerrë Juliana Nurës një fotografi me analistin e arrestuar nga Agjencia Kosovare e Inteligjencës Fatmir Sheholli, i dyshuar si spion i shtetit të Serbisë në Prishtinë. Koha e spionëve të Serbisë në Kosovë ka përfunduar, kushdo që punon për Serbinë kundër Kosovës do të ndiqet pa kompromis e pandalshëm, shkroi ministri Xhelal Zvelçla, teksa njoftoi arrestimin e Fatmir Shehollit. Ndërkohë media dhe rrjetet e shumta në interneti ironizojnë Juliana Nurën duke thënë se ajo i paska pasur vërtet njerëzit që mund të siguronin mbrojtjen në Serbi, duke u referuar analistit të arrestuar si spion serb në Kosovë dhe mik i ngushtë i Milan Radojčić. Vetëm 2 ditë para përballjes Serbi-Shqipëri që do të luhet të shtunën në stadiumin Dubočica të Leskovcit, mediat serbe janë përfshirë nga paniku pas një deklarate të modeles shqiptare Juliana Nura, e cila ka bërë bujë në Beograd. Sipas të përditshme serbe Kurir, Nura, e njohur si personazh televiziv në Prishtinë, ka thënë në një emision se do të udhëtojë drejt Leskovcit për ta ndjekur ndeshjen, duke shtuar se ka siguruar edhe biletën e hyrjes në stadium dhe se posedon pasaportën finlandeze, çka nuk do të përbëj problem për të që të hyjë në stadium apo të përballet me policinë serbe. Deklarata e saj ka mjaftuar që mediat në Beograd të shpallin skandal ndërkombëtar, duke e përshkruar si provokim të qëllimshëm dhe duke kujtuar incidentin e famshëm të vitit 2014 në Beograd. Në rrjetet sociale serbe, reagimet kanë qenë të ashpra, ndërsa disa media kanë shkruar se shqiptarët po përgatisin provokime në stadium, pasi Juliana Nura tha se ajo me vete do të marrë edhe flamurin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, pavarësisht se autoritetet serbe kanë ndaluar zyrtarisht hyrjen e tifozëve shqiptar në këtë ndeshje. Ndeshja Serbi-Shqipëri konsiderohet takim me rrezik të lartë sigurie dhe pritet të zhvillohet në masa të forta kontrolli në Leskovc, pa praninë e tifozëve shqiptar dhe me një numër tepër të limituar të tifozëve serb, pasi diku mbi 5.000 tifozë vendas do të jenë të pranishëm në këtë ndeshje dhe ndaj tyre do të ushtrohen masa kontrolli tepër të rrepta. Në Serbi ka nisur të përhapet panik, ndërsa në Prag është ndeshja me Shqipërinë. Ditën e shtunë, nga Ministria e Brendshme serbe u njoftua se është arrestuar një shtetas shqiptar në kufirin e Merdarës pasi tentoi të kalonte fanella me simbolet të UÇK-s, ndër të tjera. Federata Serbe e Futbollit ka publikuar së fundmi një njoftim, fillimisht e quan UÇK-n një organizatë terroriste, ndërsa më pas paralajmëron se askujt që nuk i korrespondon emri në bilet me mjetin e identifikimit nuk do të futet në stadium. Me rastin e njoftimit të Ministrisë së Brendshme të Republikës së Serbisë se para ndeshjes Serbi-Shqipëri, një person u përpoq të kontrabandonte bluza, flamuj dhe kapele me shenjat e organizatës terroriste UÇK, si dhe objekte të tjera të paautorizuara. Federata e Futbollit e Serbisë shpreh mbështetjen e plotë për autoritetet kompetente në zbatimin e të gjitha masave të sigurisë, thuhet në njoftimin e Federatës Serbe të Futbollit. Sipas tyre, ky rast konfirmon edhe një herë nivelin e rrezikut që shoqëron këtë ndeshje, për të cilën të gjitha masat e sigurisë do të zbatohen në mënyrë strikte dhe pa asnjë përjashtim. Biletat për ndeshjen janë të personalizuara në mënyrë strikte dhe nuk do të jetë mundur të hysh në stadium nëse emri në bilet nuk përputhet me dokumentin e identifikimit. Federata Serbe e Futbollit paralajmëron veçanërisht se në disa komuna të Serbisë Jugore ka interes për të blerë bileta të zeza. Në vijim, ata paralajmërojnë se çdo blerje e tillë do të thoshte humbje parash, sepse në atë mënyrë hyrja në stadium nuk do të lejohet. Për shkak të nivelit të lartë të kontrollit, të gjithë çakmakët, parat metalike dhe objektet e tjera të forta do të konfiskohen në hyrje të stadiumit dhe kontrolli do të kryhet në 2 pika. Prandaj, u bëjmë thirrje të gjithë tifozëve që kanë bileta të vlefshme të vinë më herët në mënyrë që të mund të marrin pjesë në fillimin e ndeshjes pa vonesë dhe në përputhje me rregullat. Theksohet më tej në njoftim, siguria e lojtarëve, zyrtarëve, tifozëve dhe të gjithë pjesëmarrësve në ndeshje
është një përparësi absolute e Federatës së Futbollit të Serbisë dhe autoriteteve shtetërore. FSS-ja thotë se nuk do të lejojë që të ndodhë asgjë që do të rrezikonte zhvillimin e ndeshjes dhe në këtë mënyrë do të shkaktonte dëme konkurruese ose financiare për ekipin kombëtar, Unionin dhe Shtetin e Serbisë. Të gjitha autoritetet e rendit dhe qetësisë do të reagojnë profesionalisht me vendosmëri dhe pavonesë ndaj çdo përpjekjeje për të shkaktuar një incident ose për të prishur rendin dhe qetësinë. Shoqata e futbollit të Serbisë falenderon të gjithë tifozët për mirëkuptimin dhe i fton ata që ta mbështesin ekipin e tyre kombëtar në sport me dinjitet dhe në frymën e lojës së ndershme, nënvizohet në njoftim.